Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për një lajm që e risolli në vëmendje gazetari Flamur Vezaj, i cili ndodhet në SBA dhe ne kemi në këtë moment me ne. Zoti Vezaj, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit për ftesën, Mario, dhe suksese. Ju e keni publikuar në portalin tuaj Ma Shqip disa video që u bën virale, po ashtu dhe dokumente që po ashtu janë bërë virale së fundmi. I referohen fillimisht asaj videos në burg që ishte zoti Berisha, nga ajo që ne njohim, Lul Berisha, që nga ta personat që ne njohim, por edhe personazhet tjerë të botës së krimit që festonin në burg me telefona, por po ashtu edhe së fundmi ju keni publikuar materiale të eskortave që shkojnë nëpër burgjet shqiptare. Si jeni mësuar me këto materiale? Shikoni, në fakt në Shqipëri e dinim në të gjithë thuajse që në burgje bëhej festa, në burgje kishte aparate telefoni, në burgje futeshin alkooli, në burgje të fortët janë drejtorët e të burgosurve, e shumë gjëra të tilla, pra të paligjshme në një farë mënyrë ne i dinim se çfarë ndodhte në burgje. Videon e Lul Berishës bashkë me rreth 14 persona të tjerë, të gjithë në një qeli, duke festuar me alkool dhe me telefona në dorë, nuk ishte parë, po themi, me imazhe e tillë. Fakti që është publiku kjo tregoi në një farë mënyrë se çfarë si është sistemi i burgjeve në Shqipëri, që fatkeqësisht për mua historikisht ka pas probleme, por jo deri në këtë farë mundësie që ka ardhur ose është bërë tani. Ajo që publikova në fakt ishte për efekt më shumë për të ndërgjegjësuar qoftë edhe zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë apo edhe drejtorinë e përgjithshme të burgjeve që të marret masa që të evitohet këto, pasi ne jemi dëshmitar tashmë të shumë proceseve hetimore në Shqipëri, qoftë nga Spaku apo më parë nga Prokuria e Krimeve të Rënda, që të burgosurit ose të fortët e burgjeve nga burgu kanë drejtuar trafikun e drogës. Nga burgu kanë urdhëruar vrasjen, nga burgjet janë bërë kompani ndërtimi dhe kanë marrë leje ndërtimi, nga burgjet janë bërë investitor strategjik, nga burgjet kanë hapë kompani për mbledhje borxhesh në formë përmbaruesi. Pra, të gjitha këto i bënin me telefonat të cilat i zotrojnë brenda institucionit burgut, që normalisht me ligjërisht nuk lejohet. Pra, duke qenë që i gjithë këto problemet kishin ndodhur në Shqipëri dhe ne të gjithë e dinim, publikimi i videos tregoi edhe një herë realisht se çfarë ndodhte në ato qelit. Ideja është që një burgosur i fortë që cilësohet në kuptimin që është edhe në aspektin financiar i fortë, fuqishëm, për shkak se familja Lul Berishës vazhdon të ketë biznese në Durrës, edhe biznese monopolizuara për një farë mënyrë për kompanitë për furnizimet me naftë apo edhe me kompanitë e ndërtimit, por edhe i fort për shkak të precedentëve të kaluar përpara. Fakti që është i dënuar, ka qenë i dënuar, po shqyrton dënimet, pra është në proces gjyqësor, po për vrasje, pra duke qenë që është një personazh, po themi që cilësohet ndër VIP-at e burgjeve në Shqipëri, ajo video tregonte se si trajtohen ata, çfarë benefitesh kanë, të cilat ja ofron drejtoria e burgut apo drejtori i burgut atij institucioni bashkë me shefat e policisë së shërbimit të brendshëm, apo dhe me, si thua, të indoktrinuar apo të porositur edhe nga politika për ta trajtuar si duhet atë Lul Berisha. Për shkak se mos harrojmë që po dhe nga burgjet kemi dëshmitar ose jemi dëshmitar të kohës që nga burgjet mblidhen edhe vota për partitë politike. Pra në një farë mënyrë publikimi i asaj videos tregoi po them benefitet që të fortët e burgjeve në Shqipëri gëzojnë nga institucioni ose nga drejtoria e përkatëse kundrejt përfitimeve financiare apo qoftë edhe për marrëveshjet që bëjnë brenda burgjeve, sepse mos harrojmë diçka. Brenda burgjeve nuk funksionon vetëm ligji i shkruar nga ligjvënësi. Brenda burgjeve ka rregulla të reja, të cilat i menaxhon dhe i shqyrton ose i drejton i forti atij institucioni, në farë mënyrë po themi të fortët VIP-at e atij burgu. Dhe bëhet një farë marrëveshje me drejtorin e burgut apo edhe me shefin e policisë, unë t'jap këto benefite, ti do mbash në qetësi gjithë institucionin. Keni parë ju deri tani ndonjë reagim ose ndonjë grev nga të burgosurit apo ndonjë revolt nga burgu për shkak të kushteve të këqija, sepse të jemi sinqert, kushtet në burgje nuk janë ato të cilat i gëzojnë këta të fortët që kanë aspektin financiar të fortë, të mirë. Pra burgjet janë, dhomat e burgjeve në disa vende janë nga 6 deri në 8 persona. Ushqimi është
nuk është cilësor ai i cili duhej. Higjiena po gjithashtu, ngrohja ka mungesë ngrohjesh në vende të caktuara. Kushtet brenda janë modifikuar nga vetë personat të cilët janë të arrestuar. Pra, pavarësisht gjithë këtyre problemeve, nuk kemi ndonjë revoltë ose ndonjë grevë nga të burgosurit siç ndodh në çdo vend të botës, në një farë mënyrë në formë proteste. Pse? Sepse këta të fortët nuk lejojnë që të burgosurit të ngrihen, sepse ushtrojnë dhunë ndaj tyre që mos të ngrihen dhe mos të protestojnë, për shkak se ata të fortët aty burgut kanë benefite. Mirë e tha e kolegu im, pak ditë më parë gjatë intervistës në Mashqip që një burg ka dy drejtarë. Një është drejtori i institucionit dhe tjetri është drejtori i të burgosurve. Pra në një farë mënyrë ajo video që ne shfaqëm tregonte se si drejtori i të burgosurve trajtohet brenda institucionit qelis. Qartë, zoti Vezaj, po ashtu ju keni publikuar, keni thënë në intervistat shumëta që keni zhvilluar së fundmi që dhe vajzat të showbizit shkojnë nëpër burgje. Madje nuk janë takuar vetëm një personazh, por ka raste që janë takuar edhe brenda burgut me personazhe të ndryshme. Kush janë këto vajza? Janë shumë të njohura për publikun? Shikoj, unë duke qenë që video skandali i publikuar ku ishin të burgosurit me alkool dhe me telefon duke festuar së bashku me Lul Berishën, Islam Kasën i njohur për si mitralozi i dënuar për vrasjen në Itali apo Femi Msiu e persona të tjerë. Unë e kisha siguruar atë video ndikun nga shkurti, të them drejtën, dhe po mundohesha të identifikoja kush janë gjithë personat në video, për shkak se para publikimit mendova që faktën të identifikoj personat dhe pastaj të filloj publikimin. Problemi ishte që ishte pak shumë strikt fakti që nuk kishe kujt ja dërgoje që ti verifikoje për shkak të frikës se mund të rrjedhte si informacion. Dhe për këtë fakt pastaj duke qenë që po kërkoja se çfarë po bëje ose si po funksiononte burgjet, shpesh më ran po themi në informacione fakti që në burgje ishte abuzuar dhe ishte abuzuar më shumë, sidomos ato 3 muajt maj, qershor dhe korrik, ishte abuzuar shumë me takimet speciale. Edhe kishte shumë ankesa nga të burgosurit të cilëve nuk i vinte radha për të bërë takim special me bashkëshortën. Ligjërisht është që çdo i burgosur ka të drejtë bëjë një takim special quhet. Takim special është të ketë një takim me bashkëshortën, të fejuarën apo bashkëjetuesen e kanë bënë në ligj tani që të qëndrojë 6 orë në një dhomë të vetëm pa shqetësuar nga polici dhe të kryen ato marrëdhëniet me tyre mes njëri tjetrit. Duke qenë që ka ka një listë se si funksionon kjo dhoma e takimeve speciale që është me rotacion, kuptimin se çdo të burgosur ka një planimetri. Dhe më rezultonte që shumë prej këtyre personazheve të fortë kishin më shpesh takime në këto dhomat speciale. Dhe në momentin që po kontrolloja pastaj, më rezultonte që vetëm për gjatë 3 muajve të verës së vitit kaluar, në gjitha burgjet kishte rreth 17 deklarata notariale të bashkëjetesave. Pra, se nëse ligji me rregullorin e burgjeve dhe ligjin është që për ta bërë takimin special duhet të jesh i martuar ligjërisht, certifikat martese, duhet të kesh dokumenta që provojnë që jeni të fejuar, por me ligje kanë bërë edhe bashkëjetesën. Po edhe në rastin e bashkëjetesës ti duhet i provosh noterit që keni kontratën e shtëpisë që keni jetuar së bashku, keni foto të cilat keni bërë pushime, keni kaluar jetën së bashku. Domethënë duan disa prova t'ia provosh noterit që të lëshoj këtë dëshminë ose këtë deklaratën e bashkëjetesës që më pas ti ta përdorish këtë deklaratën në burg për të bërë takimin special. Dhe më rezultonte që në 17 raste kanë hyrë personazh të botës së njohur të medias, po flasim të medias të showbizeve, të rrjeteve sociale, persona të njohur si influencer të Instagramit apo TikTokut, si dhe një personazh të ndryshëm të cilët po themi identifikoheshin si asistent avokat ose psikolog ose asistent psikologu që do hynte për trajnim me të dënuarit. Dhe në këtë rast fillova po kërkoja në fakt dhe rezultoi që disa për këtyre për shembull kisha një rast që provoja që e njëjta vajzë ka hyrë në 2 burgje të ndryshme brenda një periudhe kohore brenda 1 muajve. Se nuk ekziston në asnjë mënyrë ligjore dhe ku e diun morale, ku e di se çfarë, që e njëjta vajzë të ketë bashkëjetuar jashtë burgut me 2 persona të ndryshëm, të cilët janë njëri në burgun e Peçinit, njëri në burgun e Reqit. Pra, në qoftë se ajo do të kishte bashkëjetuar me njërin nga këto,
okay, do të shkonte të takonte, por nuk mund të bashkëtonte të njëjtën kohë me të dytë, që mund të merrte këtë dëshminë e notariale për të shkuar për të bërë vizitën në burg. Dhe për këtë fakt them që është abuzuar duke i lejuar këto personazhe të showbizit, rrjeteve sociale apo edhe reality show si Big Brother, të shkojnë dhe të bëjnë takime speciale me të burgosur të cilëve nuk kanë asnjë lidhje martese apo lidhje bashkëjetese. Thjesht është një takim, si të them unë ty, për të realizuar, po themi ato dëshirat e tyre emocionale dhe seksuale për të takuar me njëri tjetrin kundrejt përfitimeve financiare, ose shumicën e rasteve rezultonin tani nga informacionet, po themi, të cilat nuk mund edhe t'i verifikosh, janë që të bëra ose dhurat nga të tjera, siç ishte rasti i Lart Haxhiut në Korçë, me Zisa, ajo vajza nga Kosova që është e rrjeteve sociale. Fakti është që këta bënin këto takime kundrejt përfitimit financiar. Dhe më rezultoi që disa nga këto vajza, të cilat ne në podcastin Mas Shqip me Flamur Veza dhe diskutimin që bëm me Elton Qynën, unë i dhash me iniciale, në fakt, sepse nuk doja që i dhash me iniciale vetëm disa, jo të gjitha, të jem i sinqert, për shkak se nuk doja që të dëmtoheshin qoftë edhe në aspektin psikologjik apo emocional këto vajza, sepse është jeta e tyre personale. A është e gjatë lista? Me dëshirën e tyre. Të them të drejtën, në 17 raste, ti llogaritet tani vetëm në një rast më rezultonte që e njëjta vajzë ka shkuar në 2 burgje të ndryshme. Pra, është e gjatë, mendoj unë që e cila është në hetim tashmë nga prokurorit për Kacit, të cilat i kanë referuar SHKB-ja, po merren dokumentat dhe është administruar. Edhe një skandal tjetër, që përveç faktit që në qoftë se X-i shkonte në dokumenta kishte për taku Y-in, kur ka shku në burg, nuk e ka policia e burgut nuk e ka dërgu Y-in, por ka dërgu një person të tjetër. Për shembull, rasti Lart Haxhiut, në dokumentat e noterisë të bashkëjetesës rezultonte që modelja nga Kosova bashkëjetonte me një me mbiemër Kurti. Dhe kur ka shku në dhomën e takimit special është përballur me Lart Haxhiun. Pra, punojësit e policisë burgjeve, pavarësisht që në letra ishte për t'ia dërguar në dhomën takim special personin me mbiemër Kurti, i kanë dërguar Lart Haxhiun. Pra kishte edhe në këtë rast të tilla që i bëjnë emrin dikujt tjetër dhe takimin e bënte dikush tjetër, duke harruar që burgjet kanë sistemin e kamerave që janë të lidhura me drejtorinë e përgjithshme të policisë, drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Pra kishte edhe në raste të tilla që shkonin me letra takoheshin me X-in, takoheshin në burg ta bënin takim me Y-in. A ka pas dakordsi, pra X-i dhe Y-i dakordsoheshin më parë apo Y-i nuk ishte dieni për këtë fakt? Kam përshtypjen që ishte i rakorduar me njëri tjetrin, sepse në disa raste rezultonte që nëse vajzat e showbizit e kishin emrin, për shembull, po e marr një shembull, një emër fiktiv, Sara, emri real të saj, po themi, e kishte Sara, në dokumenta i shkruante Angela. Pra, noterja falsifikonte edhe identitetin e saj për faktin që kishin frikë ata që mos të evidentojë emri i tyre. Por kur shkonte në burg, njerëzit e njifnin që kjo nuk ishte Angela, po ishte Sara, po themi. Pra, kishte edhe këtë formën të evidentuar që në këto dëshmitë notariale i kanë falsifikuar duke vendosur emrat familjarëve, ndërkohë emri i realitetit të saj ishte ndryshe. Pse? Sepse ishin personazh të njohur të showbizit apo të rrjeteve sociale dhe për efekt që mos të duken dhe mos të bien në sy, i ndryshonin edhe emrat. Realisht disa prej këtyre vajzave më fatkeqësisht dalin edhe në media shesin mend dhe moral, por nga ana tjetër shkojnë bëjnë takime speciale në burgje me personazh të njohur të botës së krimit. Disa prej këtyre justifikoheshin edhe me lidhjet para se të fillonin të binin në burg, si thua, kishin lidhje sidomos me njëra nga personazhet e modelimit në Shqipëri, e cila kishte një njohje me personin në fjalë edhe para se të hynte në burg, por nuk ishte bashkëtuar me të, apo nuk ishte martuar me certifikat martese, por takimet i kanë realizuar. Skandali tjetër që mendoj që është shumë i diskutueshëm dhe mendoj që ligjërisht duhet marrë përgjegjësi, po themi edhe drejtuesi i stati burgu ku është bërë takimi, ligjërisht një i paraburgosur nuk mund të takojë asnjë person tjetër pa lejen dhe miratimin e prokurorit, sidomos takimet speciale i kanë të ndaluara në mënyrë rreptësisht. Çdo takim një i paraburgosur që bën në burg
duhet të merret konfirmimi nga prokurori. Nga këto letrat më rezulton që njëri nga të paraburgosurit e akuzuar për vrasje dhe në grup të strukturuar kriminal, më rezulton që ka takuar në 2 raste femra të ndryshme të showbizit nga Kosova dhe Maqedonia dhe në takime speciale. Pra, ka bërë takim special në kohën që është i paraburgosur, që ligjërisht nuk lejohet. Dhe këto prokuria tashmë i ka marrë në verifikim të gjitha, dosjet SHGB-ja i ka bërë gati, dhe të gjitha rezultojnë që janë bërë vetëm gjatë muajit maj, qershor dhe korrik të vitit 2025, që ka qenë po themi edhe fluksi më i madh i këtyre takimeve të jashtëligjshme brenda institucionit të burgjeve. Unë e kam cilësuar dhe në daljet e mia publike, unë gjatë kohës që po verifikoja këto arrita të siguroj një video, që të them të drejtën është në burgun e Reqit, por nuk e publikova për shkak se është në modelin e Safet Gjicit me rastin e asaj vajzës që ndodhi në zyrën e tyre, por në një distancë shumë të afërt se sa ajo video që ishte Safet Gjicit, pasi kamerat e video Safet Gjicit ishte vendosur diku rreth 2 metër përpara tyre, ndërsa në rastin konkret këta e kanë filmuar vetë protagonistët e kësaj marrëdhënie intime, e kanë filmuar vetë veten dhe më pas e kanë shpërndarë në mes shokëve apo njerëzve të njohur të tyre, të cilët më ranë në dorë ajo video. Por është duke qenë që është shumë jo etike në fakt edhe publikimi i saj për shkak të imazheve që duken, nuk e kam vendosur që mos ta publikoj, pavarësisht që duken qartë, po themi personazhi i njohur i botës mediatike, apo edhe personi që është në burg, i cili është një nga personat e rrezikshmërisë të lartë shoqërore, i arrestuar për vrasje për disa raste. Qartë, por nga gjithë kërkimet që ju keni dhe nga dokumentet që ju keni, këta personazhe të njohur të botës së showbizit, influencer, si nga Shqipëria dhe nga Kosova, a mund të kenë takuar në burgje edhe politikanë ose zyrtar të lartë që janë arrestuar së fundmi nga aferat nga më të ndryshmet? Rezulton? Të them të drejtën, nga verifikimi këtyre që kam bërë, por nuk më rezulton që ndonjë politikan i arrestuar të ketë bërë takime speciale, sepse ke parasysh një gjë, tek politikanët është edhe një problem tjetër, sepse ata janë në paraburgim shumica prej tyre dhe nuk janë të dënuar dhe ligjërisht nuk i lejohet. Fakti që burgu 313 edhe është pak më i monitoruar se sa të burgjet e tjera, është pak më e vështirë të hysh dhe të bësh takime speciale brenda institucionit, sepse nuk ka një erdhom speciale ky paraburgimi i 313 ku ndodhen gjithë politikanët e njohur, apo edhe në Durrës në fakt. Në Durrës edhe mund të ketë aluduar që ka pas informacione që mund të ketë pas për kryetari i Bashkisë Tiranës, por që është justifikuar se nuk kanë pas takime speciale, por vetëm takime brenda zyrës, po themi zyrës pritjes me avokatin kur bëhet, por nuk e di që mund të ketë pas ndonjë marrëdhënie mes njëri tjetrit, për shkak se nga publikimet që është bërë në media është aluduar në fakt që në kohën që kryetari i Bashkisë Erion Veliaj ndodhej në burg, bashortja e tij ishte shtatzan, por më pas këtë e konfirmuan vetë ato që shtatzania është bërë me in vitro, por nuk është që kanë publikuar ndonjë dokument që provohet një fakt i tillë. Pra, ka informacione dhe aludime brenda institucioneve të burgjeve që edhe ai mund të ketë bërë një takim special me bashkëshortën, por kjo është e paprovuar, po themi është në fazën ose në diskutimin më shumë të atyre informacioneve që qarkullojnë brenda burgjeve. Por nuk e di çfarë faze dhe çfarë përmasash informacion. Në çfarë përmasash mund të jetë ky skandal? Mund të shkojë deri në atë përmas sa ndoshta mund të flasim edhe për orgji, ndjes për termin brenda burgjeve? Them drejtën, unë e kam verifikuar, nuk më rezulton që ka pas një gjë të tillë brenda burgjeve. Ka pas një akuzë ose një informacion që ka marrë nga burgu i Shënkollit ku është përdhunuar një djalë. Informacionet e tilla i kam tentuar të verifikoj, po është shumë e vështirë për shkak se në raste të tilla personi në fjalë fakt ka bërë denoncimin dhe prokuria e Lezhës ka çështjen si në tim dhe SHGB-ja e burgjeve ka pas informacion të tillë, por raste të tilla të cilat ju i parashtronin nuk kam dëgjuar dhe nuk kam marrë informacion të tillë për shkak se është e vështirë që në institucion të burgjeve të bëhen gjëra të tilla për shkak se bie në sy shumë, se janë shumë sy atje, për shkak se në Shqipëri ti e di që nuk parambahen gjërat sekret. Unë nuk besoj nga informacionet që kam që është bërë një gjë e tillë në burgje për shkak se është e vështirë, sepse funksionojnë me rregulla, me procedura, me firma, duhet firmosish, duhet dalësh, duhet hysh në momentin e takohen të gjithë. Nuk mund të hynë
vajza nga jashtë familjar, të dashura, bashkëtuese, në regjimin e brendshëm të burgut, ku janë të gjithë qelitë e tyre, është e pamundur që të hysh aty. E vetmi mundësi është në takimet e dhomave speciale, ku është takimet speciale që bëhen, dhe në takimin special mbi bazën e dokumentave, 2 punojës policie shoqërojnë të burgosurin nga dhoma e tij e qelisë shërbimit brendshëm tek shërbimi i jashtëm, e dorëzojnë të 2 policë të tjerë, shërbimi i policë e jashtëm e shoqërojnë nga ai ambienti dhe e dërgojnë te dhoma speciale. Pra, është shumë e vështirë që të kalojnë 2 dyert e të hyjnë brenda institucionit ose regjimeve të brendshme vajza për të bërë ato se çfarë i referoheni ju. Pra më shumë mendoj që është një deklaratë thjesht për të rregjë vëmendjen se sa është një gjë që mund të ketë ndodhur me të vërtetë brenda në burg. Nga informacionet që kam unë gjithmonë. Po nëse flasim për pagesat, sa variojnë pagesat për shërbimet që ofrontojë eskorta, nëse mund t'i shuajmë në këtë formë? Them të drejtën, janë evazive për shkak faktit që unë nuk kam informacion, po themi të dorës parë të thuat që unë kam pas takim special, kam paguar kaq lek. Shumica janë informacione që më vijnë nga brenda burgut dhe nga persona të ndryshëm, të cilët kanë informacion se çfarë ka ndodhur atje, dhe disa prej tyre realisht janë edhe të besueshëm nga ana ime për shkak se i kam provuar me informacionet që më kanë siguruar dhe apo më kanë dërguar. Ato thonë që normalisht nuk i kam të konfirmuar, thash edhe një herë, për shkak se unë nuk e di se çfarë muhabeti dhe biznesi kanë bërë në rastin e ndërmjetësimit për raste të tilla, por thonë që variojnë nga 3.000 euro e sipër. Domethënë 3.000 euro që i merr vajza e cila shkon brenda qelisë për takim ose brenda dhomës speciale për takim. 3.000 euro e sipër çmimi varion. Domethënë fillon me 3.000 e mund të përfundojë 10.000 apo edhe më shumë. Kjo është vetëm shuma e cila merr vajza ose eskorta që shkon brenda për një takim special. Mos harrojmë që në këtë rast paguhet noteri, paguhet burgjet për shkak pagesave që mund të hyjë dhe favorizimi që i bëhet për taku këtë takime special dhe për ndryshuar listën e pritjes. Pra, pagesa tjera janë këta që paguhet noteri apo drejtuesit e burgjeve për të hyrë brenda. Flas vetëm për vajzat, variante nga 3.000 euro e sipër çmimet sipas informacioneve që më kanë ardhur, po themi online, nga persona dhe individ të ndryshëm të cilët thonë për këto takime apo kanë informacione për këto takime. Varet nga pagesat, pastaj çmimet varionin mbi bazën e personazhit sa i njohur është, çfarë kontaktesh mund të ketë pasur, etj etj. Pra, mbi bazë të çfarë imazhi po themi të saj ka në rrjetet sociale apo të njohura, ajo takimet mund të bëheshin me kundrejt pagesave të ndryshme. Ku i qenë forcën këta individ që përfshihen pra në këtë lloj marrëveshje, nëse mund ta quajmë kështu, me eskortat, nga miti individi që krijohet brenda burgjeve, ka një forcë të jashtme që i ndihmon që të kenë këtë lloj pushteti brenda këtyre institucioneve, si rezulton? Shiko, unë mendoj që nuk është faji i këtyre të burgosurve që bëjnë një gjë të tillë, sepse ai që është në burg mendon vetëm për gjërat që çfarë mund të arrihet të bëj. Institucioni ka për detyrë që t'i ndalojë këto të çara dhe këto hapësira që krijohen që ata të abuzojnë. Pra unë nuk ja vë fajin personi se sa e vë fajin institucioneve që drejtojnë atë institucion që e lejojnë një gjë të tillë të ndodhë. Sepse ai në burg me çfarë do të shkosh, kaloj kohën në një farë mënyrë, do një trajtim ndryshe, ka aspektin financiar, është i fuqishëm, ka mbështetje dhe mos harrojmë se disa nga këto individë të cilët kanë bërë takime speciale kanë edhe mbështetje të fortë politike, sepse dihet shumë mirë tashmë për shembull rasti të bajrave të Shkodrës, i cili Safet Bajri rezulton që ka pas takime speciale, dihet se çfarë mbështetje politike ka pas nga Partia Socialiste, po themi në qarkun e Shkodrës. Mos harrojmë që janë personazhe të cilët kanë nxjerrë edhe një deputet të tyre. Bisedat e SKJCC duket qartë nga mënyra se si flasin me deputetin, me një fjalor më banal dhe nuk e thrasin në emër, por e thrasin me emër të organeve gjinitale, deputetin e Kuvendit të Shqipërisë. Pra në një farë mënyrë janë personazhe të njohur të botës së krimit, janë personazhe me influencë si në vota, si në njohjen dhe persona të ndryshme të cilët ofrojnë. Pra, në një farë mënyrë, ata kanë një farë fuqie, jo vetëm Safet Bajri, por edhe personazhe të tjerë të botës së krimit të cilët kanë bërë takime speciale, kanë mbështetje edhe politike. Dhe duke qenë që kanë mbështetje politike, asnjë punojës si thjesht i policisë burgjeve nuk i del kundra se e di që nesër do ik nga puna për shkak të ndërhyrjeve që mund të krijojë ai nga apo telefonatave që mund të bëj. Pa arrit te pjesa e presionit dhe kërcënimeve që mund të ketë, por vetëm nëpërmjet ndërhyrjeve politike që mund të kenë pasojat e tyre dhe normalisht favorizimet që bëhen.
Kështu që kjo është ajo të mendoj unë që duhet të ndalohet dhe duhet të kjo e qartë të bllokohet, që mos të abuzohet deri në katër forme, sepse ne ne e dinim gjithë që në burge ndodhin gjërat e tilla, por jo masivisht nga këto modelet që ishin brenda 3 muajve 17 raste të femrave të njohura të hyjnë bëjnë takime speciale me personazhe të cilët nuk kanë lidhje fare martese, bashkëtese apo ku diun se çfarë. Në diskutimet e fundit që pata në emisionin e kaluar të episodit të Mash Shqip me Flamur Veza, gjatë diskutimit me Elton Qynën, kolegu Qyno kishte edhe informacione që në burgun e Peqinit janë futur ose kanë hyrë edhe vajzat të cilat janë eskorta latine që punojnë për prostitucion në Shqipëri. Dhe kjo është pjesa më e rëndë në fakt e cila ka ndodhur dhe mbetet për të verifikuar, sipas Elton Qynës po ndodhte. Dhe kjo është gjë më e rëndë se sa po themi të vajzat e showbizit, sepse aty po bëj prostitucion pastaj. Zoti Veza, dhe një pyetje të fundit, ju thatë që për këtë rast ka një hetim edhe nga organet e drejtësisë, por nga këto hetime a mund të prodhohen ndoshta arrestime të reja të këtyre vajzave ose shoqërime? Shiko, unë mendoj që përveç se shoqërime dhe arrestime, aty ka edhe falsifikim dokumentash nga ana noterëve. Është rasti i Lart Agjiut, i cili çështja është tashmë në hetim, është marrë në pyetje disa herë personi në fjalë, e cila ka hyrë brenda institucionit. Ka një hetim prokuria e Durrësit, ka një hetim prokuria e Fushkruajës, ka një hetim prokuria e Shkodrës për këtë rast, dhe të gjitha këto janë në verifikim e sipër. Besoj që do ketë përgjegjësi penale. Shumica e punonjësve të policisë, të cilët janë përfshirë në raste të tilla, nga informacionet që kam nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, janë pezulluar, disa janë shkarkuar nga detyra me ardhen e drejtorit të ri, por aspekti i përgjegjësisë penale pastaj mbetet për të parë në vlerësim të prokurorit. Por unë mendoj që ka vepër penale, qoftë në noterët që falsifikojnë një akt notarial, qoftë tek burgjet të cilët lejojnë që të takojë Y-i dhe kur shkojnë brenda ishte X-i, pra lejojnë një tolerim të tillë, pra ka përgjegjësi penale për persona të ndryshëm, qoftë shërbimit social të brendshëm, qoftë shërbimit po themi të sigurisë së burgut brenda apo edhe drejtorit përkatës. Por thash, këto benefite janë bërë për shkak të favoreve që i bëhen të fortëve në burgje nga institucioni i drejtorisë së burgut apo edhe nga mbështetja e fortë politike që kanë, sepse të jemi të sinqertë. Nëse po e zem rastin Safet Bajrit kanë mbështetje të fortë politike, asnjë drejtor i institucionit burgut nuk do t'i dalë kundra atij për shkak se di që influencën politike ka të fortë ai dhe do të ndikojë edhe me heqjen e tij nga puna apo vendosjen në një pozicion tjetër. Pra është edhe kjo frika e personelit bazë të burgjeve, të cilët nuk reagojnë për shkak se e dinë që se si funksionon sistemi dhe kanë frikën e vendit të punës. Pra është një rreth zinxhiri i cili gjithandej ka hallkat e veta dhe në momentin që nuk funksionon njëra bien të gjitha. Dhe për këtë fakt them, përgjegjësi penale do të kenë, unë do ta ndjek si çështje dhe do të shoh se deri në fund se kush do të mbajë përgjegjësi, por mbetet për të parë nga prokurorët se si do të vlerësohet në vazhdim. Zoti Veza, faleminderit shumë për këtë intervistë dhe faleminderit shumë për praninë tuaj edhe pse virtualisht. Faleminderit për ftesën. Dhe suksese.